Një balad, një dedikim, o jetë, është ky rikthimi i Egli Takos, i këngës të shumë pritur, i një këngë që nga ana tjetër tregon edhe situatën ku mund të gjendet ajo, ose është thjesht një tekst i shkruar me shumë pasion, siç bën çdo herë Fifi me baladat që i ka pjesë të shpirtit të saj. Egli Tako që pas përfundimit të Big Brother nuk ka dalë askund, nuk ka folur për asgjë dhe nuk ka ngacmuar mas një postim, pa çka se të tjerët e kanë ngacmuar, e kanë gjuajtur dhe kanë kërkuar pafundësisht që të ketë një reagim nga ana saj, por Egli ka heshtur përse këngës e cila tashmë është në YouTube dhe po merr mira shikime dhe mira komente. Nga ana tjetër Gjesti, ai që nuk kam thënë dhe që kam dashur shumë që ta sjell në këto videot e mia trotshme Redin, është thjeshtësia që ai ka me njerëzit kur është në koncerte. Në koncertin e fundit në Zvicër, që u duk që salla ishte kthyer si një stadium e pam të përlotur dhe të gëzuar nga gjithë suporti masiv që po merr kudo që ai po shkon me koncerte anë mbar Europës. Nga ana tjetër, ajo që dua të theksoj dhe që më pëlqen pafundësisht është një gest i cili po vishet edhe me marka të lira, me marka të konsumit të përditshëm dhe nuk është i rendur pas markave shumë të shtrenjta luksoze si mund të bëjnë kolegët e tij të estradës. Ky është një element që unë e kam vërejtur dhe doja ta ndaje me ju, pasi për mua tregon edhe një herë tjetër thjeshtësinë e Gjestit kur ishte apo dhe tashmë me famën absolute, maksimale dhe vëmendjen e lartë që ai ka. Edhe Gjesti nuk do të ngeli pas, edhe ai do të nxjerrë këtë javë këngën e tij Veshën Drequ, e cila tashmë është kthyer në një hit dhe kudo dëgjohet ajo frazë që ai ka hedhur, por të plot do ta nxjerrë këtë javë. E duke qenë të këngët, duket se banorët e Big Brotherit e kanë lënë kësaj jave për të publikuar materialet e tyre. Jozi do të nxjerrë me datë 29 këngën e tij më të re, ku dhe e ka treguar përmes një Insta story. Nga ana tjetër, gjatë fundjavës, Viralo u bë një video e tij duke festuar në një familje në Kosovë. Si mysafir apo si artist, kjo nuk dihet, por dihet që ai ka gëzuar, është parë i hareshëm në atë aktivitet, le të themi në atë fest familjare, ku fillimisht rjeti e ka kryqëzuar, por edhe kemi parë personazhe që kanë ushqyer këtë frymën e sherrit, duke thënë që ai nuk guxon të shkeli në Kosovë. Por po ndodhe kundërta, kemi edhe një lloj mos ngacmimi nga ana e Gjesti për këtë situatë, një heshtje totale, edhe një kërkim falje që Jozi e ka bërë kur ishte tek goca dhe gra. Në portale ka qarkulluar dhe një lajm, sikurse Xeni dhe Rizarta mund të jetë çifti më i ri i dal nga Big Brother, po për të gjithë ata që mund të kenë pasur hijet dyshimi, ndoshta është një miqësi shumë e mirë dhe shumë shok me njëri tjetrin, pasi janë kapur ose janë vërejtur disa momente lirshmërie për qafimi, por të dy e kanë theksuar që janë vetëm shok. Nga ana tjetër, Xeni ka treguar që është një marrëdhënie, por nuk e ka bërë publike se me kë. E duke mbyllur, ky rikthim i Eglit me këngën O jetë, një këngë e cila kuptohet që është një plag apo edhe një rilindje e një vajze e cila është lënduar, por edhe nuk e ka pritur ndoshta të gjithë atë çka ajo kishte menduar që nuk do të ndodhte jashtë, e tregon edhe një herë tjetër që Egli është një nga ato personazhet e fortë të showbizit që nuk dorëzohet lehtë dhe vazhdon përpara.